Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë sekret zbulohet receta që shëron hemoroidet përgjithmonë. Hemoroidet janë venat me variqe të rektumit të vendosura në pjesën më të ulët. Ndonjëherë ato fryhen, kështu që kur zorret zbrazen, muret e venave tensionohen tepër, hollohen dhe irritohen. Kur këto vena të fryra fillojnë të rrjedhin gjak, kruhen ose lëndohen, ne i quajmë ato hemoroide. Ne i ndajmë ato në hemoroide të brendshme dhe të jashtme. Mirë, po cilat janë simptomat? Gjak në letrat me të cilat fshihemi ose në jashtëqitje. Djeshmëria ose dhimbja kur zbrazni zorrët. Gjithashtu mund të keni edhe ëndje të dhimbshme. Hemoroidet të brendshme janë të vendosura thellë brenda zorrës së trashë dhe ju nuk mund t'i shihni ose t'i ndjeni ato. Ato nuk janë të sëmura dhe vetmja shenjë e ekzistencës së tyre është gjakderdhja gjatë zbrazjes së zorrëve. Ndonjëherë ka prolaps, do me thënë ato zbresin poshtë, kështu që ndonjëherë ato janë shumë të dhimbshme dhe ju mund t'i ndjeni. Si rregull, hemoroidet e tilla do të tërhiqen me kalimin e kohës, përndryshe mund t'i vendosni përsëri në vend. Hemoroidet të jashtme janë të vendosura dhe kryesisht janë të dhimbshme. Nëse hemoroidet e jashtme bien kur zbrazni zorrët, ju mund t'i shihni dhe t'i ndjeni ato. Kjo gjendje është e dhimbshme, e quajtur trombozë dhe mund të ndryshojë ngjyrën në të purpurt ose blu. Këto hemoroide nuk janë të rrezikshme dhe zakonisht zhduken brenda një jave. Nëse dhimbja është e padurueshme, mjeku juaj mund të heqë gungën me një procedurë të thjeshtë në zyrë. Trajtimi popullor për hemoroidet të jashtme: griheni një patate dhe hidhni 50 ml vaj ulliri. Pastaj vendoseni në një garzë sterile. Kjo vendoset në zonën e hemoroideve dhe lihet të qëndrohet brenda natës. Për hemoroidet të brendshme, priteni patatet në shkopinj. Futeni një copë patate me madhësi të përshtatshme me vaj ulliri dhe vendoseni para se të shkoni në shtrat, pastaj flini. Mos u friksoni. Në mëngjes, pjesa e patates do të zbutet dhe do të hidhet. Nga ana tjetër, hemoroidet, njohur ndryshe në gjuhën e përditshme si majasëlli, janë ndër patologjitë më të shpeshta që shfaqen tek të gjitha grup moshat. Ndonse hemoroidet nuk janë një problem që mund të vendosin në rrezik jetën tonë, vlen të thuhet që janë jo pak shqetësuese. Vështirësitë në jashtëqitje dhe gjakderdhja janë ndër simptomat karakteristike që paralajmërojnë praninë e hemoroideve. Trajtimi i tyre ndryshon në varësi të shkallës, por përpara se të trajtoheni me ilaçe, provoni një prej këtyre metodave. Bëni banjë me krip. Personat të cilët vuajnë nga hemoroide duhet t'i kushtojnë një rëndësi specifike higjienës personale, e cila nuk duhet kufizuar vetëm tek ndërrimi i të brendshmeve. Një metodë shumë efektive për trajtimin e inflamimit të shkaktuar nga hemoroidet është duke bërë banjë të ngrohtë me krip. Në një mundësisht legen, shtoni sipas dëshirës ujë të vluar paraprakisht dhe 500 gram krip. Pasi uji të ketë arritur temperaturën që ju mund të përballoni, mund të lani zonën rreth rektumit me të ose thjesht të rrini mbi ujë për 10 deri në 15 minuta. Mjekët këshillojnë që ky trajtim mundet gjithashtu të përdoret pothuajse çdo ditë. Përdorni kompresa të ftohta. Nëse nuk jeni dashamirës të ujit të ngrohtë, mund të provoni kompresat e ftohta me akull. Ky i fundit ka efekt hemostaik, zvogëlon venat e gjakut rreth zonës së rektumit dhe si rrjedhoi redukton sasinë e gjakderdhjes. Trajtoni hemoroidet me hudhra. Hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik.
vitamina C, D, B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu antioksiduesi të cilët gëzojnë një sër vetish terapeutike, si për shembull trajtimi i hemoroideve. Në një tenxhere të vogël, ju duhet që të shtoni një lugë çaji me mjalt, 10 thelpi hudhra të grira imët dhe 3 lugë gjelle me qumësht. Vendoseni të zjedhë duke e përzier her pas here. Kaloni në blender derisa të formohet një masë kremoze, e cila duhet të pushojë në frigorifer për 3 orë. Merrni pak nga sasia e tij çdo mbrëmje dhe lyeni zonën ku keni hemoroide. Aloe vera, gjeli i cili gjendet në pjesën e brendshme të bimës së aloe verës është një nga metodat më të mira natyrale për hemoroidet. Ai përmban stasi të larta antioksidantësh, antiinflamatorësh dhe vitaminë C që trajtojnë këtë problem dhe hidratojnë lëkurën. Mund të aplikoni direkt duke masazhuar me lëvizje të lehta ose të formoni kubeta akulli me gjelin e aloe verës. Për këtë problem, ka edhe metoda dhe teknika të tjera për ta kuruar, prandaj në vazhdim të videos ne do t'ju tregojmë edhe recetën e cila cilësohet tërësisht natyrale dhe më e efektshme. Me këtë recetë ju mund të qetësoni hemoroidet tuaja shpejt dhe lehtë në vetëm 20 minuta. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 250 ml vaj ulliri, 10 gram pluhur kamomili, mund ta grimconi edhe vetë duke shtypur shumë mirë, petalet e 2 trëndafilave, 20 gram mjalt, 20 gram lloj kremi i ngurtë me natyrë vajore, lanolin, të cilin e gjeni në farmaci. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një tenxhere dhe i lini të zihen për 20 minuta. Pastaj i hiqni nga nxehtësia dhe i lini të ftohen. Merrni një garzë dhe vendoseni brenda masën e përgatitur. Futeni në frigorifer derisa të ngurtësohet. E vendosni në zonën e prekur dhe në pak minuta do të ndjeni lehtësim të menjëhershëm. Vazhdoni këtë trajtim çdo ditë për ta shëruar tërësisht zonën e prekur nga dhimbjet. Në shumicën e rasteve hemoroidet, qofshin të brendshme ose të jashtme, mund të kurohen në shtëpi duke ndjekur disa rregulla të thjeshta. Së pari, shmangni lodhjen dhe qëndrimin ulur për një kohë shumë të gjatë. Gjithashtu, kur jeni në një karrige, ju duhet të përdorni një jastëk. Pini shumë ujë, 2 litra në ditë dhe duke ngrënë një stasi të mirë fibrash ndihmoni për të shmangur kapsllëkun, gjë e cila zvogëlon edhe simptomat. Për sa u përket hemoroideve të jashtme, studimet tregojnë se kulmi i ëntjes dhe dhimbjes verifikohet 48 orë pas fillimit të simptomave dhe si problem do të zgjidhet brenda 4 ditëve. Ndërkohë, këshilla është që të bëni larje të shpeshta me ujë të nxehtë, sepse kjo do të relaksojë muskujt tuaj. Dhe sipas ekspertëve, gjithmonë keni kujdes që të keni një higjenë sa më të shëndetshme dhe të kujdeseni për shëndetin tuaj dhe të kryeni këto trajtime përpara se të drejtoheni tek medikamentet. Por nëse simptomat tuaja zgjasin në kohë, e mira është që të shkoni tek mjeku. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.